Nikolić, Nait Hasani, Përparim Gruda, Rahman Rama, Sala Jashari, Slavko Simić, Srđan Popović, Uran Ismaili, Verica Ceranić, Vlora Qitaku, Branislav Nikolić, Adelina Thaçi Meta, Arben Mustafa, Arjan Tahiri, Bedri Hamza, Besa Kabashi Ramaj, Eman Rahmani, Ermal Sadiku, Janina Ymeri, Kujtim Gashi, Milan Kostić, Nemanja Bisevac, u Krugova. Pra këta janë deputetët që mungojnë sot në këtë seancë, edhe një herë i ftoj që të vinë në seancën e jashtëzakonshme, sipas obligimeve kushtetuese bazuar pra edhe në gjykimin e gjykatës kushtetuese që e lexova më herët. Po ashtu më lejoni që t'ju njoftoj për procedurën për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës sipas nenit 86 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe nenit 106 të rregullorës së Kuvendit. Presidenti i Republikës së Kosovës zgjedhet me votim të fshehtë. Për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës gjatë 3 votimeve duhet të ketë më së paku 2 kandidatë. Për zgjedhjen e presidentit të Republikës së Kosovës në votimin e parë dhe votimin e dytë kërkohen 2/3 e votave të gjithë deputetëve të Kuvendit, të paktën 80 vota për. Në votimin e tretë, presidenti i Republikës së Kosovës zgjedhet me shumicën e votave të gjithë deputetëve të Kuvendit, të paktën 61 vota për. Presim derisa Komisioni për Legjislacion ta paraqes raportin.